Këngëtarja Ruenca Haxhiaj, e njohur me emrin e artit Enca, është arrestuar nga policia e Tiranës me akuzën e kultivimit të lëndëve narkotike në një operacion që mori emrin Ballkoni. Pas informacioneve që efektiv të komisariatit numër 1 kishin marrë në rrugë operative se këngëtarja 27 vjeçare kultivonte kanabis, kontrolluan banesën e saj në zonën e Saukut pas ditën e së hënës. Në balkonin e vilës së Haxhiajt, policia gjeti dhe sekuestroi këto 5 vazo të mëdha të mbjella me kanabis. Pas arrestimit, këngëtarja ka dhënë shpjegime duke pohuar se është përdoruese dhe se lëndën narkotike e ka mbjell vetë për përdorim vetjak. Bashkë me Encën, policia arrestoi për të marrë në pyetje edhe të dashurin e saj, një shtetasi huaj, por pasi autorësia e bimëve të kanabisit u mor nga vetë këngëtarja, i dashuri i saj u lirua. Në fotot e publikuara nga policia tregojnë se bimët e mbjella në vazo në balkonin e këngëtares arrin në lartësinë deri në 1 metër.